Shëndeti Hoxh, a kemi gjëna me diskutu tema për të afërmit tonë, thot, ama jo me qëllim me përgoju, mirë po vetëm me diskutu. Përshëndetje. Kjo është e diskutueshme, a bën me diskutu, pra është e diskutueshme, a me diskutu. Nëse e keni vërtet gajle atë personin fjalë, e vërtet ai ka një telashe, e vërtet ju duke diskutu muni mja gjetë një zgjidhje. Pastaj keni frikë Allahun xhaleshanu që mos me fol fjalë të cilat po i dëgjoj ai, ngushtohet, mërzitet. Gjithashtu nuk qeshni, po e keni seriozisht. Pra, varet nga konteksti, forma, qëllimet, se si e bani këtë diskutim. Nëse është largë qëtyne gjërave që unë i përmenda, pra gibeti, përgojimi, shtimi, nënçmimi, përqamja, thjesht humbja kohës, e nuk përfiton e kur gjanë, nese nuk ja qelni ati me ja zgjidh një problem. Në këto raste, themi, është ndalume. Thjesht, ma në përkalojmë kohën, jo, me marë për mes i gajle. Hajde të bëjmë diçka për vllaun tonë, për shokun tonë, për kushëririn tonë. Pra marët prej rrethanave të diskutimit. Për ndryshe, ai që mundot me ja letu një sprov tjetrit, me ja largu një telashe të dunjas, Allah ka me ja largu telashen e botës tjetër e ditës gjykimit.